Vendimi i gjykatës së posaçme për masën e arrestit ndaj drejtuesve të Akshit dhe 2 biznesmenëve Ergys Agasi dhe Ermal Beqiri përfshin edhe dëshminë e Gerond Meçes, biznesmenit që u mor peng derisa pranoi të tërhiqej nga ankimimet që kishte bërë për disa tendera shtetëror. Në dëshminë e dhënë, Meçe tregon se poshtë pallatit të tij sapo kishte dalë nga makina, i ishin afruar 2 persona, të cilët i ishin prezantuar si punonjës të byros kombëtare të hetimit. Pasi e kishin marrë brenda në makinë, ata i kishin komunikuar se ishte arrestuar dhe i kishin vendosur kapuçin në kokë për të mos parë itinerarin e lëvizjes. Megjithatë, Meçe thot se e kishte kuptuar që ishte marrë peng, pasi personat në makinë që ishin prezantuar si punonjës të BKH-s nuk dinin të vendosnin pranga. SPAK ka akuzuar 2 biznesmenët Ergys Agasi dhe Ermal Beqiri se kanë urdhëruar pengmarrjen e Meçes.